بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Te Allahu Azza wa Jalla është se ai të shpërblen me mirësinë e tij, për shkak se nëse ai të shpërblen për punën tonë, puna jote sa është? Ai nëse të merr me të shpërblim me punën tonë. Ai veç tani i çet në pa mirësitë që ti ka jep dhe sa kanë çmimin. Edhe tani i merr dhe i vlerëson punët e tua. Sa kushtojnë këtu karshia aty në mirësive dhe begative? Nashta deri në dërkelesferimin e narshkan, shpërblimi që e meriton. Domethënë s'meriton kur jobë shpërblim vetëm në dëshkim shtohet. Për shkak të mirësive të mëdha që ti jep ai dhe dobësisë tonë në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall dhe në falënderim dhe në mirënjohje të atyre mirësive. E për këtë është hadithi që është në Imam Buhariu në Sahihun e tij, thotë la ahad minkum yadkhul al-jannata bi'amalihi. Asnjëri prej juve nuk hyn në xhenet si shkak i veprave. Kan thënë Rasulullah wala ant asti wa idhum ya Allah. Tha wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Thot asona vetëm nëse Allahu Azza wa Jall më përfshin me mirësinë dhe me mëshirën e tij. Për shkak se xheneti është aq i shtrejt. Saqë smerit do të thot jo që smeritot, po s'ka mundësi robi me bo punë si përfaqe tukës që me pagu xhenet. Pse? Lesautu ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hapsina që nxen shkopi dikujt në xhenet është më e shtrenjtë se dynjaja dhe çakonte. Do të thotë ti dynjon me jap krejt, mundesh me blen një vend sa nxen një shkop në xhenet. E tash para menut ti kimë hi në xhenete gjërësia të slavë so qit dhe tuka, kime arrit aty me qëndru përgjithmonë, kime pas kaq dhe kaq nga hyrit, kaq dhe kaq nga wildan el mukhalladun shërbëtorët, kaq dhe kaq nga pallatet, fukareja i xhenetit i ka sa mbretëria e kësaj bote 10 herë. Ti me çka ki mundësi me meritu këta? Kur dynja janë të sënje të punuti, nuk ka mundësi me ta pagu më ashtu sa një hapësin të një shkope në xhenet. Këtu do të thotë e kupton që mirësia dhe rahmeti i Allahut që në xhenet. Krejt mi mbledh bashkë, prej Ademit alayhis salam, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe deri në fund njerëzimit. Dhikri dhe tesbihu i tyre suni çon xhenet, sa është shumë e shtrejtë. Ala inna sil'ata Allahi al-ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-janna. Malli i Allahut është shumë i shtrejtë. Malli i Allahut është xhenet, nuk arrihet me diçka të dunjas. Jetën e jep njëri në rrugt të Allahut azza wa jall. Bjen shahet në rrugt të Allahut azza wa jall. Nëse Allah e merr shahet llokun e mot, a pse meriton xhenet? S'u meriton. Sa shumë e shtrejtë. Me çka arrihet xheneti? Vesh me mëshirën dhe me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nes'alullaha min fadlihi. Elusim Allahun me mirësinë e tij, me bujarinë e tij, na jap xhenet.